referuar edhe insertit tuaj thuhet që dhe migracioni ka ndikuar. Migracioni sotëm nuk është migracioni që ishte në vitet 90, kur filloi që Shqipëria të hapej dhe meshkujt për të patur më shumë të ardhura për familjen e tyre merrnin rrugët, iknin nga një javë Mali dhe shkonin dhe punonin dhe ktheheshin edhe një herë në 7 muaj, një herë në 8 muaj apo edhe më gjatë. Por nuk kishim këto nivele të zgjidhjes martesës. Ndoshta ne si shqiptar jemi të prirur për të përqafuar gjërat më negative të shoqërisë dhe të modernizimit, duke mos përqafuar vlerat e njerëzve. Dhe kjo ka sjellë edhe në këto nivele të zgjidhjes martesës, pasi duke qenë që prej vitit 2012 që unë punoj avokat për gati 14 vite, kam parë arsye nga më absurdet sepse duhet të zgjidhej një martesë. Një nga arsyet ka qenë se gruaja s'di të përdor lavatriçe, mirëpo nuk është ky shkaku sepse duhet t'i japim fund një martese. Nuk punohet as nga ana e psikologëve, sepse as nga ana e avokatëve, nuk duhet të shpajsojmë veten si avokatë dhe të themi të fajnë e kanë tjerë. Edhe avokatët nuk është se punojnë apo mundohen që t'i bindin palët për të vazhduar marrëdhënien e tyre, martesën e tyre, por e shohin si një punë për të fituar 5 lekë në fund të muajit dhe nuk e shohin si një të them detyrë shoqërore të cilën ne duhet të bindim njerëzit, sepse nuk duhet të shkojnë drejt zgjidhjes martesës, pasi pasojat e një zgjidhje martese e thash dhe në fillim fjalës time i vuajnë ata të cilët janë më papajshmit nga një martesë. Fëmijët. Çifti është i rritur, arrin që ta kaloj me shoqërinë, me punën, do krijojë një lidhje të re dhe kalon. Por një fëmijë i cili rritet vetëm me njërin nga prindri, normalisht që do ketë mungesat e prindit tjetër, dashurinë e babait apo të nënës, do ketë mungesën e përkujdesjes të babait apo të nënës. Sado i keq që të ketë qenë babai apo nëna apo të jetë babai apo nëna, një prind tjetër nuk i bëhet as nëna as baba. Ja kuptoj. Laj, patët dhe një akuzë live nga avokatët, të lehtë, po. Unë jam dakord me avokatin. Nuk fajsova dhe vetëm, Flavio. Sigurisht. Unë jam dakord me avokatin. Mendoj që arsyet që shpihen shumë çifte në divorc mund të jenë shumë sekondare në krahasim me gjën e madhe që janë duke bërë. Dhe duhet një mbështetje shumë e madhe e cila duhet dhënë edhe çifteve. Duhet një mbështetje e cila duhet dhënë. Jo, një shtoj si lutem. Po thoni që arsyet tani më nuk janë më ato arsyet madhore të dikurshme, janë më Arsyet janë të shumta. Arsyet janë vështirësitë financiare, presioni psikologjik që vjen edhe nga rrjetet sociale që e tha. Si çfarë do të thonë vështirësitë financiare të divorcit? Vështirësitë financiare në jetën e përditshme dhe mos menaxhimi i kërkesave të jetës në qift, në një lidhje martesore, bën të mundur që shpesh herë partnerët në qifte dhe të lodhen, të mbingarkohen, të stresohen dhe si tillë të raportojnë edhe një stres të tezgjatër i cili shkarkohet në familje mes partnerëve apo edhe fëmijëve. Dhe zgjidhja nuk duhet parë te divorci. Unë jam dakord me avokatin, duhet më tepër mbështetje për çiftet. Një avokat i cili ti drejtohesh për të zgjidhur martesën do bëj punën e vet, sikurse edhe psikologu në gjykat. Ndërkohë që avokati si merr lekët nëse s'ndahen. Janë detyra dhe procedura pune të veçanta. Duhet një mbështetje sociale shumë e madhe për familjen në përgjithësi nga veç shoqëria jonë. Unë vërej që nuk ka një inkurajim shumë të mirë të familjes apo të numrit të fëmijëve që shtohen në familje nga mbar shoqëria jonë. Kur të tjerët marrin vesh që po vjen një fëmijë i tretë apo i katërt në familje, fillon edhe paraqikohet çifti, ndërkohë që duhet përgëzuar. Kjo është një mbështetje sociale. Ju po bëni edhe një tretë, si është e mundur, e me radhë. Ndërkohë që gjithë kjo duhet
duhet inkurajuar sepse çdo ardhje e fëmijë në jetë është një ripërtritje psikologjike për çiftin dhe i shton edhe më tepër lumturinë dhe pozitivitetin martesës. Familjet e mëparshme me gjyshërit tanë kanë pasur shumë fëmijë. Ato kanë ripërtrirë martesën e tyre përmes momenteve të reja të cilat i kanë ndarë me njëri tjetrin.